Pse protestat në Shqipëri dhe çfarë kërkojmë ne shqiptarët? Të drejtat tona. Dhe këtu dua t'ju them, si terapiste energjetike, mentore, shkrimtare, mësuese dhe trajnere e zhvillimit personal dhe e zgjimit kolektiv, të gjithme, pa përjashtim, akoma dhe vetes time. Asnjë nuk mund të dëgjojë, sepse ti nuk e dëgjuar veten tënde, sepse ti nuk e besuar tek vetja jote, sepse ti besimin, respektin dhe vënien e kufinjve nuk e mësove që kur ishe fëmijë, sidomos në gratë. Gjithçka atje jashtë që duket, mashtrimet, vjedhjet, shitjet e tokave, ndërhyrja e shteteve të tjera, nga kokat e mëdha që janë lejuar, janë ato që ne duhet t'i shikojmë si kush nga ne brënda nesh. Në familjen që u rritëm, në familjen që dhe ata u rritën në një familje tjetër, që në të njëjtën kohë i mësuan që fëmia nuk ka të drejta, nuk mund të verë kufi ndaj prindrit, por duhet të shikohet, të japi dhe të mos shikoj nevojat e tij. Dhe ndaj Shqipëria dhe Edi Rama dhe të gjithë atje jashtë që i votojmë ashtu si gjetëm ose pranuam me artën e shpirtit që kam thënë që shpirti të zgjedhi prindrit e tyre. Ne i zgjodhëm vërtet ata në krye. I zgjodhëm sepse ndërmjet atyre ne do mësojmë tani të zgjohemi, të kuptojmë që shteti jonë, Shqipëria i takon shqiptarve, kudo që janë në tërë botën. Vendet e bukura që ka Shqipëria i takoj shqiptarve, jo të shiten, jo të jepen. Por kjo ka filluar sepse njerëzit që janë në krye janë si prindrit tanë. Ka filluar o popull i bukur, o çdo njeri nga brenda teje, nga brenda meje. Atje ku ne nuk vumë kufij, pranuam të na shfrytëzojnë në thonjza prindrit tanë, ashtu si dhe prindrit tanë nga prindrit e tyre dhe gjithçka. Por problemi është që çdo gjë ka zgjidhje, dhe zgjidhja vjen kur ti shikon potencialin tënd, shikon kush je tani, së mos shqiptarë që janë kudo në botë, e din çdo të thotë bukuri natyrore, e din çdo të thonë dashuri për vendin e tyre, dhe zgjidhja vjen kur ti fillon me veten tënde, je i vetëdijshëm që ve kufi tashmë dhe kërkon të drejtat e tua. Ashtu si e ngritur me protesta dhe mund të mos jem e pranishme atje, po jam me shpirt, me energji, sepse erdhi koha të themi mjaft deri këtu shfrytëzuesve, atyre që na kanë përdorur dhe që shitet Shqipëria pa respektuar shqiptarët dhe vendit, pa marrë vendimin ose mendimin e këtyre personave. Por ne jemi ata që i zgjodhëm dhe janë atje. Prandaj gjithçka është brenda teje. Zgjidhja, vetëdia dhe vënia e kufinjve me çdo kusht dhe besimi tek vetja jonë, sepse meritojmë dhe nuk është nevoja të iknin të shqiptarët në shtetet e tjera, se të gjithë kemi provuar çfarë bëhet. Çdo shtet ndryshon kur ka në kokë një qeveri. Si kemi thënë, peshku qelbet nga koka. Ashtu se dhe një familje, kur kryetari familjes nuk ishte ajo që duheshe, dhe një zvendës nuk ishte ai që duheshe, atëherë ajo familje nuk kishte qetësi, nuk kishte harmoni, nuk kishte bollek, nuk kishte as edhe një gjë. Në qoftë se do të shikosh sa
vive kufit të tjerve. Sa besim tek e vetja jote, apo e ke dhënë fuqinë tënde tek të tjerët. Dhe kur them tek të tjerët, akoma tek prindrit tënd. Në Korrikë do jem, në Tiranë, në hoteli Hilton, në një event shumë të rëndësishëm që e organizoj për të gjithë ju që doni të bëni diçka ndryshe nga ajo që keni bërë deri tani. Në radhë të parë të mësosh potencialin tënd, në radhë të dytë të mundesh dhe me veglat të thjeshta, akoma si librat që shkoni nga mbrapa, që janë shkruar për ju dhe për të gjithat, që të njohim emocionet tona dhe të shikojmë ku u rritëm dhe si u krijuan problemet, si u krijuan programet brenda nesh, dhe zgjidhja sistemi përfaqësik transformues 333, që merret me të gjitha sistemet qeveritare, me sistemet trupore, fizike, sepse edhe trupi jonë është një sistem i përbërë nga shumë organe, dhe me sistemet familjare që janë kryesore nga gjithçka. Një fëmijë që nuk është rritur me stabilitet, me qetësi shpirtërore, ai fëmijë do lejoj t'i thyen kufijt, dhe pavarësisht se kështu ka qenë deri këtu, ne erdhëm tani të thyejmë, të shkëputim zinxhirët nga e kaluara dhe të ndërtojmë, jo të shkëputemi nga ata, por të ndërtojmë një jetë të re ndryshe nga ata që është kërkuar. Dhe muaji qershor është një muaj shumë i fuqishëm, një muaj që do sjell përmbysjen e gjërave të vjetra dhe të fillojë gjithçka e re. Ndaj, Korriku është një muaj i përsosur, i bukur, që ne të fillojmë me gjëra të reja, por duke parë vetes tonë dhe mos të rrasim kot, sepse gjithçka është brenda nesh. Disa nga ju mundet edhe të më shajnë, disa mund të thonë dhe gjëra të tjera, por besomni se të gjitha këto i kam provuar në veten time. Për të gjitha ata që nuk kanë mundësi të bëjnë terapi personale, private me mua, akoma dhe në grupe, libri nga Jetë në dritë do të ndihmoj ty grua, ty burr që ke qenë fëmijë, që je rritur në familje, të kuptosh, por jo vetëm të kuptosh si ti je bërë ashtu si të mësuan dhe i lejove paraardhësit, prindrit e tu të mbajnë në errësirë. Si mundet të shkëputesh nga programet e tyre, jo nga ata, sepse ata janë ata që na sollën jetën. Ti falenderojmë, por ne të bëjmë diçka ndryshe. Dhe këto janë fjalët e sistemit përfaqësik. Si ne të pastrojmë rrënjët tona që janë paraardhësit, prindrit tanë, që të vijë drita brenda nesh në zemrën tonë dhe të jemi të lirë në radhë të parë dhe të jetojmë të lirë, por për ty grua akoma më tepër. Nga Hijet në dritë është një libër që do të ndihmoj ndërmjet historive të shkurtra, por ushtrimeve që mund të punosh dhe të lirosh, të bësh terapi në vetvete, vetëm me 15 euro. Sikush nga ne mund të ketë 15 euro. Ja u këshilloj, kudo që jeni, porositeni dhe t'ju vi në post atje ku jeni. Porosia do bëhet ndërmjet telefonit që do gjendet këtu poshtë. Gjithashtu, libri që do ndihmoj jo vetëm fëmijët që t'i rritim me emocione të tjera, t'i pranojnë dhe emocionet negative, por akoma për të gjithë ne, janë 366 pralla për të vegjël dhe për të rritur për fëmijën tonë të brendshëm që e kemi të plagosur, sepse asnjë nuk na mësoi çfarë janë emocionet. Asnjë nuk na tha që të pranojmë dhe emocionet e keqia, si mund t'i quash, negative brenda nesh. Dhe për fëmijët e vegjël do mësojnë dhe t'i pranojnë dhe t'i shijojnë, por në të njëjtën kohë të punojnë me veten e tyre dhe mos harroni se fëmijët tanë janë pasqyra jonë. Dhe këtë libër mund ta gjeni dhe mund ta keni të gjithë në familjen tuaj. Ju përshëndes, ju dua shumë.
ka zgjidhje për çdo problem që mund të kemi.